Ekskluzive. Dalin pamjet e para nga filmi i Luiz Ellit dhe Kiara Titos, fansat çmenden. Pas disa njoftimeve misterioze që Luiz Elli publikoi në Instagram, më në fund kanë dalë pamjet e para nga filmi ku ai dhe bashkëshortja e tij, Kiara Tito, do të jenë protagonistët kryesor. Në një video që po qarkullon në rrjetet sociale, çifti shfaqet duke lexuar pjesë nga skenari dhe duke bërë prova për rolet e tyre, ndërsa atmosfera duket plot energji dhe përkushtim. Xhirimet janë ende në fazë përgatitore, por detajet e para tregojnë një projekt serioz dhe profesional, ku çdo moment po punohet me kujdes për të sjellë një performancë autentike nga Luizi dhe Kiara. Fansat kanë shpërthyer në reagime pozitive, duke shprehur emocion dhe kurreshtje për këtë bashkëpunim të ri të çiftit, që pritet të jetë një nga projektet më të përfolura të showbizit shqiptar. Edhe pse titulli dhe ekipi realizues nuk janë zbuluar ende, pamjet e para lën të kuptohet se filmi do të sjellë një histori të veçantë dashurie, humor dhe ndjenja, duke rikthyer Kiarën dhe Luizin në qendër të vëmendjes së publikut.